Ish-presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka publikuar një letër që ka pranuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në përfundim të mandatit të saj. Osmani ka theksuar se letra përmban vlerësim për punën dhe lidershipin e saj gjatë kohës në detyrë, si dhe një mesazh të qartë për vazhdimin e bashkëpunimit nëpërmjet Kosovës dhe SBA-ve. Në letrën e tij, presidenti Trump shpreh mirënjohje për bashkëpunimin e drejtanishëm dhe nënvizon se pret me padurim forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve në vitet në vijim. Ai vlerëson rolin e Kosovës në promovimin e paqes dhe stabilitetit, si dhe partneritetin e qëndrueshëm me Shtetet e Bashkuara. Në përmbajtje të letrës, përmendet bashkëpunimi nëpërmjet dy vendeve, veçanërisht në kuadër të Bordit të Paqes. Ato theksoi se pjesëmarrja e Kosovës në këtë nismë konsiderohet me rëndësi për përfundimin e konflikteve dhe përfundimin e lirisë dhe mirëqenies. Osmani ka falendëruar presidentin amerikan për letrën dhe mbështetjen, duke ritheksuar se lidhja nëpërmjet Kosovës dhe SBA-ve mbetet e fortë dhe e qëndrueshme.